Mirë se erdhët në Ma Shqip. Duke qenë se është episodi parë për këtë vit, ju uroj gjithë shqiptarëve një vit i mbarë dhe me shëndet të mirë gjatë 2026-s. Sot kemi ndërtuar një episod ndryshe nga ato se çfarë kemi shfaqur deri tani. Do të flasim për dy ngjarje të fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të dy shumë të debatueshme dhe që kanë marrë vëmendjen e madhe të opinionit në SBA dhe jashtë saj. Në pjesën e parë do të flasim për operacionin e suksesshëm amerikan në Venezuelë, ku arrestuat diktatori Nicolas Maduro, një operacion që do të flitet shumë, jo vetëm tani, por edhe historia do të flasë për mënyrën se si u organizua dhe u zbatua. Veç këtij rasti në pjesën e dytë do të flasim për një personazh tjetër, jo aq të rëndësishëm sa presidenti apo diktatori i Venezuelës, por një kriminal, një pedofil tashmë i deklaruar i vetvrarë në qeli. Do të flasim për dosjen e Jeffrey Epstein, që ka sjellë shumë debate dhe ka lënë shumë njerëz pa gjumë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E disa komentues thonë se edhe operacioni në Venezuelë u bë pikërisht tani për të sfumuar lajmet e Jeffrey Epstein. Do të flasim edhe për këtë, por në pjesën e dytë. Por le të fillojmë pjesën e parë të përplasjes mes Shteteve të Bashkuara dhe Venezuelës, e cila nuk nisi brenda natës. Ajo është produkt i një zinxhiri vendimesh politike, sanksionesh ekonomike dhe përshkallëzim ushtarak që datojnë që nga mandati i parë i presidentit amerikan Donald Trump. Që atëherë, marrëdhëniet mes Washingtonit dhe Caracasit kanë kaluar nga presionet diplomatike të përballja e hapur, duke kulmuar me arrestimin e Nicolas Maduros dhe sjelljen e tij para drejtësisë amerikane. Por para se të flasim për operacionin e arrestimit dhe përplasjes në mandatin e parë të presidentit Trump, të flasim pak për historikun. Kompanitë e mëdha të naftës amerikane kanë hyrë në Venezuelë masivisht gjatë viteve 90, pas hapjes së sektorit energjetik në shtetin venezuelan. Kjo periudhë njihet si apertura petrolera, kur qeveria e asaj kohe lejon kompanitë e huaja të investonin, prodhonin dhe bashkëpunonin me kompanitë shtetërore të Venezuelës. Gjatë kësaj faze hynë në Venezuelë gjigantët si Exxon Mobil, Chevron, BP, Total Energy dhe Eni. Venezuela u bën një nga destinacionet më tërheqëse të botës për shkak të rezerva kolosale të naftës, veçanërisht në brezin e Orinokos. Situata ndryshoi rrëndësisht pas ardhjes në pushtet të Hugo Chávezit në vitin 1999. Nga viti 2006 e në vijim, Chávez nisi shtetëzimin e industrisë së naftës duke detyruar kompanitë e huaja të pranonin kushtet e reja. Shteti venezuelan të kishte shumicën e aksioneve dhe kontrollin real të prodhimit. Disa kompani pranuan, të tjerat u larguan. Kompanitë amerikane si Exxon Mobil dhe ConocoPhillips u tërhoqën pas mosmarrëveshjeve dhe proceseve gjyqësore ndërkombëtare për konfiskim masetësh. Me tërheqjen e kompanive amerikane, Hugo Chávez kërkon t'i zaventësojë kapitalet amerikane dhe evropiane duke afruar me Kinën. Kjo e fundit me kompaninë e saj shtetërore China National Petroleum Corporation, e cila hyri në Venezuelë në vitin 2007, duke bërë marrëveshje me kompaninë shtetërore të asaj kohe të Venezuelës. Kina ofroi $10 miliardë kredi për shtetin e Venezuelës që i garantoi ato me naftë në formë kolaterale, duke siguruar akses afatgjat në rezervat venezuelane, veçanërisht në brezin e Orinokos. Kjo ndodhi edhe pasi Kina donte siguri energjetike afatgjat, ndërsa Venezuela kishte nevojë urgjente për para dhe mbështetje politike. Në vitin 2013, pas vdekjes së Hugo Chávezit, në krye të Venezuelës erdhi Nicolas Maduro, i cili përveç se nuk pranoi të bashkëpunojë me kompanitë amerikane, në 2014 ofroi kompaninë shtetërore ruse Rosneft. Në vitin 2016, presidenti Trump erdhi në krye të Shtëpisë së Bardhë dhe pas disa negociatave, Maduro nuk pranoi kushtet amerikane dhe kthimin e kompanive amerikane dhe situata u përkeqësua edhe më tej. Administrata Trump e cilësoi Nicolas Maduron si president ilegjitim duke njohur publikisht opozitën venezueliane si në krye të shtetit. Washingtoni akuzoi Maduron se përdorte shtetin si mburoj për trafik droge, pastrim parash dhe narkoterrorizëm, akuza që u formalizuan në akt akuzën federale amerikane gjatë vitit 2017-2019. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën sanksione të rënda ekonomike dhe energjetike, duke ndaluar kompanitë amerikane dhe europiane të operonin normalisht në Venezuelë. Si pasojë, shumica e kompanive u larguan ose pezulluan aktivitetin, investimet u ndalën, infrastruktura e naftës u degradua dhe prodhimi ra në nivele historike minimale. Por këto sanksione afruan më shumë Venezuelën me rusët, ku kompania shtetërore ruse Rosneft mori pjesë në disa projekte të mëdha nafte dhe gazi,
dhe veproi si ndërmjetës për eksportin e naftës venezuelane duke ndihmuar Caracasin ta anashkalonte sanksionet. Rusia ofroi gjithashtu mbështetje ushtarake, teknike dhe diplomatike për regjimin e Madurës, duke përdorur Venezuelën si pikë strategjike gjeopolitike në hemisferën perëndimore dhe si mjet për të sfiduar ndikimin amerikan. Presidenti Trump humbi zgjedhjet në vitin 2020 dhe administrata Biden nuk hoqi sanksionet, ndaj Venezuelës dhe gjendja e saj shkoi duke u rënduar në eksportim për shkak të këtyre sanksioneve. Por në këtë vit, në 2020, kompanitë shtetërore ruse u tërhoqën zyrtarisht nga projekte direkte për të shmangur sanksionet, duke ja kaluar një kompanie private por ruse, thjesht një manovër. Ndërkohë kompanitë kineze filluan të largoheshin plotësisht, kur ngadalsuan ndjeshëm aktivitetin, për shkak të rënies së prodhimit, borxheve dhe pasigurisë politike. Sot si Rusia, ashtu edhe Kina kanë interesa të ngrira ose të kufizuara për mbetën aktor kyç në prapasken në Venezuelë. Pra mungesa e sigurisë juridike, konfiskimet, borxhet të papaguara nga kompania shtetërore venezuelane dërguan në rënien e prodhimit dhe pamundësi për të nxjerrë fitime nën sanksione. Me pak fjalë, Venezuela kaloi nga një Eldorado i naftës në një zonë me rrezik të lartë investimi. Nga ana tjetër, në vitin 2024, në mandatin e dytë të presidentit Trump, tensioni u zhvendos përveç sanksioneve ekonomike dhe sulme në detin e hapur. Fillimisht u sulmuan anije të vogla të cilat dyshohen se transportonin drogë drejt Shteteve të Bashkuara, duke i goditur dhe djegur anijet dhe vrarë trafikantët. Vetëm për periudhë gati 3 mujore janë kryer mbi 30 operacione në det, duke sulmuar peshkaregja e skafe me drogë që niseshin drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presidenti Trump akuzonte diktatorin Maduro si organizator dhe pjesë e këtyre grupeve terroriste që sillnin drogë në Shtetet e Bashkuara. Vetë Maduro, përveç se nuk pranoi kushtet e Amerikës, filloi në daljet e tij publike duke imituar presidentin Trump në vallëzimin ikonik të tij edhe duke kërcënuar Amerikën në disa raste. Administrata Trump ndërmori një operacion tjetër, sulmin e anijeve cistern të dyshuara për transport nafte venezuelane, të cilat bllokoheshin në ujërat ndërkombëtar. Në disa raste pasti edhe përplasje në oqean, manovra të rrezikshme dhe incidente me armë, veçanërisht në korridoret detare që lidhnin Amerikën Latine me tregjet ndërkombëtare. Burimet ushtarake flasin për sulme të kufizuara, ndërhyrjet ajrore dhe operacione detare që shkaktuan të plagosur dhe viktima nga 2 palët. Përfshirje personelit venezuelan, këshilltarë të ujit dhe forca amerikane, por asnjëherë nuk janë bërë zyrtare shifrat apo dëmët. Në kulmin e këtyre debateve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke cilësuar të ligjshëm apo jo ndërhyrjet në ushtri në oqean, administrata Trump dhe Ministria e Luftës kishte nis plane tepër sekrete për ndërhyrjet ushtarake në Venezuelë dhe arrestimin e Madurës. Ky plan u mbajt në kushte shumë sekrete mes CIA-s dhe ushtrisë amerikane, e cila mëngjesin e hershëm të datës 3 janar 2026, fiks në ora 1 e mëngjesit me urdhër të presidentit Trump, filloi operacionin ushtarak amerikan për kapjen e Nicolas Madurës. Operacioni quhej Operacioni Përcaktim Absolut ose Operation Absolute Resolve. Operacioni ishte i koordinuar deri në detaj duke përfshirë mjete ajrore, njësi speciale dhe mbështetje detare të forcave ajrore dhe një ndërhyrje të fuqishëm të forcave speciale amerikane Delta në Caracas, Venezuelë. Morën pjesë mbi 150 mjete flutërimi, me avion ushtarak për mbështetje dhe mbikëqyrje. Përfshirë avion zbulimi dhe komandimi, helikopter ushtarak për transport të njësive speciale dhe nxjerrjen e objektivit, dron zbulues për monitorimin në kohë reale, mjete detare për mbështetje e pajisje të koduara të komunikimit. Operacioni nisi në ora 1 të mëngjesit me orën amerikane, ku nga aeroplanmbajtësia detare që ndodhej pranë ujrave të Venezuelës, u nisën rreth 15 helikopter të ndryshëm duke fluturuar në nivel të ulët që mos të kapen nga radarët. Rreth orës 1:45 të mëngjesit me orën gjithmonë amerikane, helikopterët hynë brenda territorit Venezuelës të shoqëruar nga dron vëzhgues dhe në gatishmëri të plotë për të qolluar avion apo mjete të cilët mund të lëviznin, të cilat gjithmonë monitoroheshin nga ajri dhe në distancë. Rreth orës 1:50 filloi sulmi me raketa Tomahawk nga anijet luftarake që ndodheshin pranë ujrave të Venezuelës në 7 zona të ndryshme në Caracas. Sulm ndaj infrastrukturës ajrore, reparte të ushtrisë dhe baza municionesh, me motivacionin e shpërqendrimit të forcave të armatosura. Pas këtyre shpërthimeve dhe sulmit të pikave strategjike në Caracas, u ndalën dritat pas helikopterët me forcat Delta ju afruan kompleksit ushtarak venezuelan të quajtur Fuerte Tuana, kompleksi më i madh ushtarak në Caracas, ku ishte edhe rezidenca e diktatorit Maduro.
Rezidencës janë ofruar 6 helikopter, ku vetëm 2 prej tyre sipas burimeve ushtarake kanë ateruar duke zbritur komando Delta, ku ka filluar dhe shkëmbimi i zjarrit me rojet dhe që ruanin ndërtesën dhe shoqëruesit e Madurës. Këto burime thonë se brenda në ndërtesën e katit të tretë ku flinte Maduro hyn vetëm 12 komando të ndarë në 2 grupe. Njëri grup prej 6 personash kishte për detyrë arrestimin e Madurës dhe pjesa tjetër ishte në mbështetje të tyre për të kujdesur nga mbrapa. 4 grupet e tjera me nga 6 komando ruanin perimetrin e sigurisë së ndërtesës nga jashtë dhe vëzhgonin pikat kryesore për të mos lejuar që të hynin dhe të afroheshin forcat nga jashtë. Brenda ndërtesës ku ndodheshin komandot që po tentonin të arrestonin Madurën. Gjithashtu perimetri i sigurisë është mbikëqyrë gjithkohës nga dron dhe helikopter Black Hawk. Duhet theksuar se mendimin e agjentëve të CIA-s dhe bashkëpunëtorëve brenda forcave të Venezuelës, amerikanët dinin çdo lëvizje të diktatorit, rutinën ditore, ushqimet që hante, pinte, por edhe se sa kafshë shtëpiake kishte edhe njerëz të armatosur që e ruanin. Sipas burimeve ushtarake të mediave amerikane, mësohet se Maduro dhe bashkëshortja e tij u arrestuan në momentin që po tentonin të hynin në një bunker brenda ndërtesës ku flinte, i shoqëruar nga bodyguardët të cilët u ekzekutuan në vend. E gjithë ndërhyrja thuhet nga ekspertët ka zgjatur 6 deri në 10 minuta kohë. E zbritjes në ndërtesë, hyrjes brenda, neutralizimi i rojeve, arrestimi i Madurës dhe dalja nga ndërtesa dhe largimi me helikopter. Këto burime thonë se në orën 3:29 minuta të mbrëmjes së 3 janarit, gjithë mjetët ushtarake amerikane bashkë me Madurën dhe bashkëshorten e tij kanë qenë në ujërat ndërkombëtar, duke finalizuar kështu një nga operacionet më të suksesshëm amerikan, siç tha dhe vetë presidenti Trump më mbrapa që pas luftës së dytë botërore. Pas një jetë të humbur, por vetëm të lënduar, 7 ushtarak amerikan, edhe këto nga traumat e zbritjes ose largimit dhe cifrat e ndërshpërthimi, por asgjë serioze. Nga ana tjetër, autoritetet kubaneze njoftuan se janë vrarë 32 ushtarak të tyre, që ishin pjesë e sigurisë personelit të diktatorit Maduro, ndërsa autoritetet venezuelane thanë se janë vrarë 24 ushtarak. Ditën e operacionit të forcave amerikane dhe një numër mbi 30 persona civil, por asnjë nuk është e konfirmuar zyrtarisht. Diktatori Maduro dhe bashkëshortja pas arrestimit u zhvendosën në një nga anijat mbështetëse në Paçor, por më pas u soll me avion brenda në Shtetet e Bashkuara ku transportua direkt për New York në burgun federal. Burimet thonë se Maduro në momentin e arrestimit kishte veshur pijama dhe ishte i trembur dhe nuk bëri rezistencë, ndërsa bashkëshortja e tij gjithkohës bërtiste dhe nuk qetësohej. Ky operacion, thonë burimet ushtarake, është bërë në bashkëpunim me disa kolonel të ushtrisë venezuelane, të cilët kanë bashkëpunuar me ushtrinë amerikane dhe me CIA-n, dhe i kanë dhënë të gjitha koordinatat dhe informacionet për diktatorin Maduro. Presidenti Trump njoftoi vetë për këtë operacion fillimisht në rrjetet sociale duke shpërndar foton e Madurës në orët e para të mëngjesit, ndërsa rreth mesditës doli vetë në një konferencë jashtëzakonshëm në Mar-a-Lago, rezidenca e tij dhe jo shtëpia e bardhë, dhe njoftoi për operacionin dhe arrestimin e diktatorit Maduro, duke vlerësuar ndërhyrjen si veprim të lidhshëm, të domosdoshëm dhe të interes të sigurisë kombëtare amerikane, duke lidhur drejt për drejt me akuzat penale ndaj Madurës. Sekretari i Shtetit tha se me presidentin Trump nuk ka lojra, duke dërguar kështu një mesazh për të gjithë liderët e diktatorët e botës. Arrestimi i Madurës solli edhe reagime politike, ku republikanët e mbështetën operacionin duke cilësuar si goditje ndaj krimit ndërkombëtar, bazuar edhe në 2 precedentët që administrata Trump tashmë i ka evidentuar dhe ne i kemi publikuar në Mashqip, siç është rasti i Kerry Fripesi. Sipas këtij argumenti, referuar 2 vendimeve të gjykatës së lartë, në një vitin 1886 dhe në tjetrin në vitin 1952, administrata Trump e legjitimoi operacionin e arrestimit të Madurës. Por çfarë thuhet në këto 2 vendime? Presidenti i parë na kthen në vitin 1886 në çështjen Kerr kundër shtetit të Illinois. Frederick Kerr, i akuzuar për mashtrim dhe vjedhje, ndodhej në atë kohë në Peru, ku rrëmbyen nga një agent amerikan dhe u soll me forcë në Shtetet e Bashkuara, pa miratimin e autoriteteve peruane dhe pa një proces zyrtar ekstradimi. Mbrojtja e tij në atë kohë argumentoi para gjykatës se arresti ishte i paligjshëm dhe se për këtë arsye gjykata amerikane nuk kishte jurisdiksion për të gjykuar. Gjykata e lartë në përfundim hodhi poshtë këtë argument të mbrojtjes dhe vendosi se mënyra e sjelljes së të pandehurit në territorin amerikan nuk e bën të pavlefshëm procesin penal. Me këtë vendim u hodhën themelet e një parimi që jep përparësi jurisdiksionit të brendshëm amerikan ndaj shkeljeve të mundshme të së drejtës ndërkombëtare.
Ky argument u forcua dhe më tej në vitin 1952 me çështjen Fries kundër Collins. Në këtë precedent, një i dyshuar rrëmbyen nga autoritetet e një shteti amerikan dhe u transportua me forcë në një shtet tjetër në Michigan për të gjykuar për vrasje. Collins pretendoi në atë kohë se kjo mënyrë arrestimit dhe sjelljes paradrejtësisë shkelte kushtetutën dhe të drejtat e tij themelore. Gjykata e lartë, pasi dëgjoi argumentet, vendosi se për sa kohë që i pandeuri përfiton një gjykim të rregullt dhe të drejtë, mënyra arrestimit apo transferimit nuk e bën procesin antikushtetues. Me këtë vendim, gjykata konfirmoi përfundimisht se arrestimi dhe gjykimit janë dy çështje të ndara juridikisht. Pra, administrata Trump arrestimin e diktatorit Maduro nuk e trajton si kreu i shtetit të Venezuelës, pasi rizgjedhjen e tij në vitin 2024 nuk e njeh Shtetet e Bashkuara, por e trajtojnë si një pandeur penal për disa akuza. Gjithashtu, administrata Trump nënvizon edhe raste të tjera në SBA, por më i njohuri është rasti i ish-presidentit të Panamas, Manuel Noriega, i cili u kap gjatë pushtimit amerikan në vitin 89 dhe u soll në SBA, ku më pas u gjykua dhe dënua për trafik droge. Por përveç këtyre dy precedentëve ligjor, po përmendet gjithnjë më shpesh nga zyrtarët amerikanë, analistë dhe media doktrina Monroe, si korniza ideologjike dhe historike që SBA po përdor për të justifikuar qasjen e saj në Venezuelë dhe më gjerë në Amerikën Latine. Por çfarë është doktrina Monroe? Në vitin e largët 1823, më 2 dhjetor, presidenti i Shteteve të Bashkuara James Monroe, gjatë fjalimit të tij vjetor para Kongresit Amerikan, parashikoi se hemisfera perëndimore është zonë interesi strategjik e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe fuqitë e jashtme nuk duhet të ndryjnë në çështjet e vendeve të Amerikës Latine, pra që kjo zonë duhet të jetë në ndikimin dhe kontrollin e SBA-ve. Kjo doktrinë u formulua kryesisht më pas nga sekretari i shtetit i asaj kohe, John Quincy Adams, dhe u bën një shtyllë kryesore të politikës së jashtme amerikane, duke përcaktuar se fuqitë evropiane nuk duhet të ndërhyjnë në Amerikën Latine, ndërsa Shtetet e Bashkuara angazhohen të mos ndërhyjnin në punët e Evropës. Në diskursin aktual, disa zyrtarë amerikanë interpretojnë këtë doktrinë në formë moderne, duke argumentuar se prania dhe ndikimi i Rusisë, Kinës dhe Iranit në Venezuelë përbën kërcënim direkt për sigurinë e SBA-s. Mbështetësit e kësaj qasje thonë se arrestimi i Nicolas Maduros dhe goditja ndaj regjimit të tij nuk janë ndërhyrje arbitrare, por zbatimi i një parimi të vjetër strategjik, sipas të cilit SBA-ja ka të drejtë të veprojë për të penguar shndërrimin e Amerikës Latine në platformën e ndikimit për fuqitë rivale. Sipas tyre, Venezuela ishte kthyer në pikë hyrje për interesat ruse dhe kineze, veçanërisht përmes sektorit të naftës dhe bashkëpunimit ushtarak. Nga ana tjetër, kritikët brenda dhe jashtë SBA-s paralajmërojnë se rikthimi i doktrinës Monroe në këtë formë ringjall logjikën e oborrit të pasëm, duke minuar parimet moderne të sovranitetit, barazisë së shteteve dhe së drejtës ndërkombëtare. Ata argumentojnë se përdorimi i kësaj doktrine për të justifikuar kapjen e një kreu të shtetit krijon një precedent të rrezikshëm, që mund përdoret edhe nga fuqitë e tjera për ndërhyrje të ngjashme. Në Amerikën Latine, përmendja e doktrinës Monroe ka shkaktuar reagime negative historike, pasi ajo lidhet me ndërhyrje të shumta amerikane në shekullin 20. Vendet si Meksika, Brazili dhe Kolumbia kanë sinjalizuar se nuk e pranojnë këtë doktrinë si bazë legjitime veprimi i shekullit 21. Në Evropë qasja shihet me skepticizëm, pasi bie ndesh me rendin ndërkombëtar të bazuar në rregulla dhe rolin e OKB-s. Fuqitë si Franca dhe Gjermania kanë shmangur mbështetjen e hapur në çdo veprim të justifikuar mbi baza doktrinale apo historike. Por pjesa më e madhe arsyetojnë arrestimin e diktatorit Maduro në zbatim të kësaj doktrine dhe marrjen dhe kontrollin e kthimit të kompanive amerikane në administrimin e vendburimeve të hidrokarbureve, pasi dihet që Venezuela është vend numër 1 në botë për rezervat e mëdha nën tokës. Nga ana tjetër, demokratët për këtë ndërhyrje janë ndarë. Disa e mbështetën si zbatim të ligjit, të tjerët paralajmëruan për rrezik dhe për precedent kushtetues dhe për shkallëzim të panevojshëm ushtarak. Pjesa e liberalëve demokrat e cilësuan presidentin si shkelës të kushtetutës dhe kërkojnë kalimin në Kongres të një rezolute, që e ndalojnë veprime të tilla. Por edhe sot mes demokratëve ka zëra ndryshe, por që kundërshtit për këtë operacion janë theksuar fuqishëm brenda demokratëve. Ndërkohë për operacionin nuk munguan edhe reagimet ndërkombëtare, ku disa kanë qenë të forta, disa të ndara dhe në shumë raste kontradiktore, duke reflektuar ndarjet gjeopolitike aktuale dhe shqetësimin për precedentet që krijohen.
Evropa reagoi me kujdes dhe distancë. Bashkimi Evropian nuk e mbështeti hapur operacionin, por as nuk e dënoi drejt për drejt në orët e para. Zyrat europiane theksuan nevojën për respektim të së drejtës ndërkombëtare, stabilitet rajonal dhe zgjidhje ligjore duke kërkuar transparencë mbi bazën juridike dhe të ndërhyrjes. Gjermania dhe Franca shprehën shqetësim për rrezikun e përshkallëzimit dhe ndikimit në tregjet e energjisë, ndërsa Mbretëria e Bashkuar mbajti një qëndrim më afër Washingtonit duke theksuar se akuzat e rënda penale ndaj Madurës, por pa e quajtur operacionin precedent të papranueshëm. Italia dhe Spanja për shkak të lidhjeve historike dhe diasporës në Venezuelë u fokusuan te siguria e qytetarëve të tyre dhe stabilitetit politik, duke shmangur një qëndrim të fortë publik. Në përgjithësi, Evropa u pozicionua në një vijë sa kritike as mbështetëse, duke kërkuar që çështja të kalojë në kanale gjyqësore dhe diplomatike. Rusia reagoi ashpër duke cilësuar operacionin si shkelje flagrante të sovranitetit të një shteti dhe paramendoi se në veprime të tilla krijon një precedent ekstremisht të rrezikshëm, që mund të përdoret kundër çdo udhëheci në të ardhmen. Moska lidhi ngjarjen me përpjekjen amerikane për kontroll energjetik dhe ndikim gjeopolitik në hemisferën perëndimore. Nga ana tjetër, Kina përdori një gjuhë më të matur, por po aq kritike, duke theksuar parimin e moshyrjes në punët e brendshme të shteteve dhe duke kërkuar stabilitet. Pekini shpreu shqetësimin për sigurinë e investimeve dhe marrëveshjeve energjetike me Venezuelën, duke sinjalizuar se operacioni prek interesat strategjike afatgjate të tyre. Amerika Latina u nda thellë, disa qeveri të majta dënuan operacionin si akt imperialist, ndërsa vendet e tjera kritike ndaj Madurës shmangën mbështetjen publike nga frika e një precedenti që mund të godasë edhe liderët e tjerë të rajonit. OKB-ja reagoi përmes thirrjeve për qetësi dhe respektim të Kartës së Kombeve të Bashkuara, ndërsa ekspertët e së drejtës ndërkombëtare nënvizuan dhe kapja e një kreu të shtetit në detyrë edhe në akuzë penale mbetet një zonë gri ligjore. Në thelb të gjithë reagimet tregojnë se bota nuk është e bashkuar rreth operacionit, ndërsa SBA e paraqet si zbatim të ligjit kundër krimit ndërkombëtar. Shumë raste e shohin si një precedent që rrezikon rendin ndërkombëtar, veçanërisht në një moment kur balancat globale janë tashmë të brishta. Ndërkohë vetë Maduro po mbahet në një burg federal të sigurisë së lartë i ndodhur në Brookline të New Yorkut, që quhet Metropolitan Detention Center, burg me reputacion jo të mirë dhe ku janë mbajtur personazhe të njohur të botës së krimit, ato të financave apo dhe raste të ndjeshme të politikës. Në atë burg ka qëndruar El Chapo, një nga bosët më të fuqishëm dhe më famkeq të trafikut të drogës në botë, në kartelit Sinaloa në Meksik. Ish bashkëtuesja e Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, reperi i njohur Sean Diddy Combs e tjerë. Vetëm 2 ditë pasi është sjellë në New York, Maduro u shoqërua në masa të rrepta siguria dhe u soll në gjykatën federale në New York së bashku me bashkëshortën. Ai para gjykatës mohoi akuzat, duke deklaruar veten të pafajshëm dhe një arrestuar politik. Ai tha se jam i pafajshëm, jam i burgosur politik pasi jam president legjitim i Venezuelës, duke kërkuar njëkohësisht takim me përfaqësuesit e konsullatës venezueliane. Maduro akuzohet për 5 vepra penale: narkoterrorizëm, ku pretendohet se ka përdorur strukturat shtetërore për të mbështetur dhe mbrojtur rrjetet e trafikut të drogës me qëllim dëmtimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Komplot për trafik ndërkombëtar të kokainës, ku akuzohet se ka lehtësuar prodhimin dhe dërgimin e sasive të mëdha të drogës drejt SBA-s përmes rrjeteve kriminale. Komplot për pastrim parash me dyshime se ka përdorur institucionet dhe kanalet financiare për të fshehur të ardhurat nga aktivitetet kriminale. Akuzën komplot për përdorim armësh dhe bashkëpunim me organizata të armatosura, duke pretenduar lidhjet e tij me grupet armatosur dhe për mbrojtjen e trafikut të drogës, si dhe akuzën shkelje të ligjeve federale amerikane për krim të organizuar ndërkombëtar. Edhe bashkëshortja e tij, Cilia Flores, para gjykatës mohoi akuzat duke pretenduar se vazhdon të jetë zonja e parë e Republikës së Venezuelës. Ndërkohë ndaj saj akuzohet për komplot narkoterrorizëm, ku dyshohet se ka qenë pjesë e strukturës që ka mbështetur dhe mbrojtur rrjetet e trafikut të drogës. Komplot për trafik ndërkombëtar droge, pasi akuzohet se ka ndihmuar në lehtësimin e dërgesave të drogës drejt SBA-s, si dhe përdorimi i opozitës politike për mbrojtjen dhe aktivitetin kriminal, me dyshimet se ka shfrytzuar ndikimin e saj institucional për të mbuluar operacionet e paligjshme. Po kush po e drejton Venezuelën sot? Me largimin dhe arrestimin e Madurës, qeveria venezueliane funksionon me një këshill ekzekutiv të përkohshëm, i emëruar brenda strukturave të brendshme të shtetit dhe të mbështetur në disa element të forcave të armatosura.
Kjo qeveri nuk është zyrtarisht e njohur, ndërkombëtarisht si qeveri vetëm legjitime, por po ushtron funksionet në bazë të shtetit, duke kërkuar të ruajë rendin dhe shërbimet publike. Kryesia e Asamblesë Kombëtare dhe disa udhëheqës lokal kanë marrë rol aktiv në menaxhimin e çështjeve të brendshme. Opozita, e cila ka qenë ndarë historikisht, është duke u përpjekur të koordinojë një front të përbashkët politik, duke kërkuar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Nga ana tjetër, disa fraksione opozitare po kërkojnë dialog institucional me aktorë të rinj të qeverisjes. Kriza ekonomike dhe sociale vazhdon në inflacioni mbetet i lartë, furnizimi me energji, ushqime dhe medikamente është i paqëndrueshëm. Migrimi masiv vazhdon, miliona venezuelan kanë emigruar në dekadat e fundit drejt SBA-s, Kolombisë, Brazilit dhe Perus dhe vende të tjera, ndërsa forcat e sigurisë janë në gjendje mobilizimi të shtuar, duke ruajtur zonat kyçe dhe institucionet qendrore. Ka incidente sporadike dhune, por deri tani nuk ka pasur përplasje të mëdha të armatosura midis palëve dhe nivel kombëtar. Mbetet për të pasur se çfarë do ndodh më tej për rastin e Venezuelës dhe vet Maduros. Në pjesën e dytë do të flasim për një personazh i deklaruar i vetvrarë në qelinë e burgut të New Yorkut, por që dosja e tij ka hap shumë debate në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një personazh i lidhur me elitën politike, me diplomacinë, me financat, e deri dhe monarkinë. Ai ishte shumë enigmatik dhe do të flasim për dosjen penale në mënyrë shtëruese të pedofilit Jeffrey Epstein. Emri dhe dosja e tij penale tashmë është bërë një nga ngjarjet më të bushme dhe debatueshme në Shtetet e Bashkuara, e cila ka filluar në mediat amerikane që nga viti 1996, për të vazhduar deri më sot. Sa herë që emri i tij apo dosjet përmenden në media, lajmi pason me debate të mëdha në mediat kombëtare në SBA. Jeffrey Epstein tashmë është deklaruar si vetvrarë brenda qelisë së burgut në New York, në gusht të vitit 2019. Vetëm pak muaj pasi u arrestuan nga FBI për akuzën e trafikimit seksual të miturve ndër vite. Thënë ndryshe një skemë sistematike e abuzimit me vajza në moshë prej shumë dekadash. Por edhe pse i vdekur, dosja e tij voluminoze vazhdon të trazojë të lë pa gjumë shumë personazhe të njohur të botës amerikane, të politikës, presidenti i sotshëm Donald Trump, ish presidenti Bill Clinton, senator, kongresmen, ambasador, miliarder si Bill Gates, personazh të njohur të botës së filmit, këngëtar të famshëm, profesor e drejtues universitetesh, e deri edhe të ish krerë të shtetësh të ndryshëm, si ish kryeministri Izraelit Ehud Barak, e shumë të tjerë, duke mos harruar këtu edhe vllajën e mbretit anglis Prince Andrew, të cilit për shkak të shoqërimit me Epstein ju hoqën të gjitha privilegjet mbretërore. Por ditët e fundit po dalin edhe shumë emra të tjerë në dritë si bashkëpunëtor të tij për ngjarje evente të caktuara apo emaile të kontakte për ndikuar tek politikanët amerikanë për takuar kryeshtetësh, si rasti i fundit me kryeministrin në detyrë tashmë të Indisë, dikur në opozitë në Narendra Modi nëpërmjet ish-këshilltarit të sigurisë së presidentit Trump në mandatin e tij të parë, Steve Bannon. Apo bashkëpunim e ndërmjetësime për investime me mbretin e Arabisë Saudite Mohammed bin Salmani, ku janë provuar takimet personale apo bashkëpunimi për investime të ndryshme financiare. Po kush është Jeffrey Epstein? Sipas materialeve të shumta të publikuar në mediat amerikane, Epstein ka lindur në janar të vitit 1953 në Brookline të New Yorkut, në një familje hebreje të klasës së mesme. Studioi shkurtimisht matematikë dhe fizik në New York University dhe Cooper Union, por nuk u diplomua kurrë. Megjithatë, në mënyrë të pazakontë, në vitet 70 ajo punësua si mësues matematike dhe fizike në një shkollë elitare Dalton School në Manhattan. Pikërisht aty krijoi lidhjen me familje shumë të pasura. Në vitin 76, fal këtyre kontakteve, ajo punësua në bankën e investimeve Bear Stearns, ku ngrit shpejt në pozicione të rëndësishme, pavarësisht mungesës së një diplome formale. 5 vite më pas, në vitin 81, Epstein u largua në kjo kompani duke hapur dhe krijuar firmën e tij private financiare, duke pretenduar se menaxhonte pasuri miliarderëve. Identiteti i këtyre klientëve nuk u bë kurrë publik dhe realisht pasuria e tij nuk u bë mbetet edhe sot e kësaj dite një mister. Gjatë viteve 1990-2005, Epstein ndërtoi një jetë jashtëzakonisht luksoze, duke bërë pronari një rezidence në Manhattan, New York, vila në Palm Beach, Florida, një ishull privat, Little St. James, në ishujt Virgin amerikane, prona në Paris e New Mexico. Të gjitha këto ende edhe sot e kësaj dite janë enigmatike.
por gjatë kësaj kohe ai krijoi lidhje me politikanë, ish kryer shtetësh, biznesmen, akademik dhe figura të njohur të botës së artit dhe filantropisë, duke u shfaqur si donator dhe sponsor shkencor. Jeffrey Epstein mbetet një nga figurat më të errta dhe më kontroverse të dekadave të fundit, një njeri pa diplomë të përfunduar, me pasuri të pashpjeguara, lidhje me pushtetin global dhe një dosje kriminale që vazhdon të prodhojë pyetje pa shumë përgjigje. Por kjo e fundit, për pasurinë e tij të pajustifikuar e verifikuar ndonjëherë me hollësi, kanë folë disa nga drejtuesit e famshëm të podcasteve në SBA, si Tucker Carlson, Candace Owen e disa të tjerë, duke cilësuar Epstein si punojës të shërbimit sekret izraelit Mossadit. Sipas tyre Ghislaine Maxwell, bashkëjetuesja e saj, e dënuar dhe ajo tashmë me 20 vite burg në rolin e saj në rekrutimin dhe abuzimin e viktimave minoren, ishte vajzja e një drejtuesi të lartë të shërbimit sekret izraelit, të cilët e rekrutuan dhe Epsteinin punonte për ta. E për këtë fakt ata pretendojnë se Epstein përdorte kompaninë e tij për llogari të këtij shërbimi sekret, duke ofruar shërbime për ata që po i menaxhonin te paratë e tyre. Ata shkonin edhe më tej kur pretendonin se Epstein të gjitha personazhet e njohur të politikës, biznesit i ka filmuar për llogari të shërbimeve sekrete izraelite. Por kjo mbetet vetëm një hipotezë për momentin, pasi nuk ka ndonjë provë konkrete për këto pretendime. Po kur emri Epstein u përfshi në dosjet penale? Në rasti i parë është në kohën e presidentit Clinton. Në vitin 1996, Jeffrey Epstein u përmend disa herë në mënyrë formale në një kallëzim penal për abuzim seksual ndaj të miturve, i depozituar nga Florida, nga prindit e Maria Farman, një ish punojëse e shtëpisë Jeffrey Epstein, e cila pretendoi në atë kohë se ishte sulmuar seksualisht nga Epstein dhe Maxwell. Kishte qenë bashkëpunëtore aktive dhe se kishte parë shumë vajza të tjera që hynin e dilin të mitura në rezidencë. Por ky denuncim nuk u regjistrua kurrë dhe nuk u prezantua një hetim penal i plot, si nga policia lokale ashtu edhe FBI. Ky rast konsiderohet si dështim i parë i madh i sistemit, që diskutohet se nuk hap në atë kohë për shkak të lidhjeve që Epstein kishte në atë kohë me njerëz të politikës, në veçanti ish presidentin Clinton. Lidhje kjo që dihej që në atë kohë, ndërsa ditët e fundit fotografitë provojnë këtë lidhje. Rasti i dytë i Jeffrey Epstein procedohet është në vitin 2005, u kallëzuan nga një vajzë 14 vjeçare, e cila në Florida, e cila u paraqit në polici së bashku me nëntjemën e saj dhe deklaroi se ishte paguar për masazh, por se gjatë takimit Epstein kishte kryer akte seksuale. Ajo tregoi gjithashtu se ishte rekrutuar nga një vajzë tjetër e mitur që ka ngriti dyshime për një skenar të organizuar trafikimi. Pas këtij kallëzimi, policia e Palm Beach hapi një hetim të plotë dhe gjatë vitit 2005-2006 më shumë se 30 vajza, shumica të mitura, dhanë dëshmi të ngjashme. Dëshmitë përshkruanin një të njëjtin model, pagesa në para, kontakte seksuale dhe rekrutim zinxhir nga vajza të tjera. Në vitin 2006, policia përfundoi hetimin dhe ja dorëzoi dosjen prokurorit të shtetit Floridas Barry Kreecher, duke rekomanduar akuzat e rënda penale për fshirë përdhunim dhe të miturve, abuzim seksual, trafik seksual dhe shfrytëzim të fëmijëve. Por për shkak të ndikimit të madh që kishte dhe njohjen me prokurori i Floridës, refuzoi të ngre akuzën për krime të rënda, duke deklaruar se provat nuk mjaftonin për gjykim, pavarësisht dëshmive të shumta. Çështja kaloi më pas në nivel federal, ku FBI dhe zyra e prokurorit federal në Florida e nisën një hetim paralel në vitin 2006, ku u dokumentuan 10 viktima të mitura dhe u përgatit një dosje e fortë për trafik seksual ndërshtetror. Por pavarësisht këtij hetimi dhe provave të shumta të vajzave të mitura që dëshmuan, në vitin 2008 hetimet federale u ndërpren, pasi një marrëveshje sekrete negociuar nga Alexander Acosta, atëherë prokuror federal, por në vonë në vitin 2017, presidenti Trump në mandatin e parë shpërbleu duke emëruar si sekretar të punës në SBA, post që mbajti deri në 2019. Pra Epstein në 2008 arriti një marrëveshje me FBI-n për mosndjekje penale pa djeninë e viktimave, ku u shmang akuza federale dhe u deklarua fajtor vetëm për 2 akuza të lehta shtetërore, duke dënuar me 18 muaj burg, por vuajti vetëm 13 me leje ditore për të dalë nga burgu. Kjo marrëveshje vitit 2006-2008 konsiderohet edhe sot si një nga dështimet më të mëdha të drejtësisë amerikane, pasi ndali hetimet ndaj pedofilit Epstein për më shumë se një dekadë dhe e lejoi atij të vazhdonte përsëri aktivitetin e tij si financiar ashtu edhe takimet sekrete me vajza të mitura, edhe në shoqërimin e personazheve të njohur publik të Amerikës.
Pas marrëveshjes së vitit 2008 në Florida, Jeffrey Epstein i shpëtoi ndjekjes penale federale dhe u dënua vetëm për akuzat e lehta shtetërore dhe çështja nuk u mbyll realisht. Ajo u regjistrua në sistem dhe gjendje civile si person me precedent seksual, pasi në SBA një praktikë që kush dënohet për pedofili, prodhonim apo vepra seksuale, ai regjistrohet në sistem dhe bëhet publik në zonën ku jeton. Pra, pasi i shpëtoi ndjekjes penale, viktimat vajzat që ishin abuzuar vazhduan të kërkonin drejtësi përmes padive civile, duke pa ditur atë për dëmshpërblim dhe duke mbajtur çështjen të hapur në opinionin publik dhe në gjykatë. Vetëm gjatë viteve 2009-2018, mbi 30 vajza të mitura u identifikuan dhe ngriten padi civile për dëmshpërblim, duke pretenduar se abuzimi seksual, trafikim dhe shfrytëzim sistematik. Disa për këtyre çështje u mbyllën me marrëveshje financiare konfidenciale, ndërsa të tjerat vazhduan për vite me radhë. Këto padi luajtën rol kyç në mbledhjen e provave dhe dëshmive të reja. E kështu erdhëm edhe te rasti i tretë dhe i fundit. Hetimi federal ndaj Epstein nisi në vitin 2019 si pasojë e publikimit të materialeve të reja investigative, dëshmive të viktimave që nuk ishin përfshirë në marrëveshjen e 2008-s, si dhe presionit publik ndaj Departamentit të Shtetit dhe të Drejtësisë për dështimin e mëparshëm. Prokurori federal në distriktin jugor të New Yorkut rihapi çështjen duke konsideruar marrëveshjen e Floridës të pavlefshme për viktimat që nuk ishin përfshirë në të. Në korrik të 2019-s, Epstein u arrestua zyrtarisht në New York dhe u akuzua për trafik seksual të miturve dhe komplot me pretendimin se kishte abuzuar me 10 vajza për gjatë dekadave dhe kishte krijuar një rrjet rekrutimi. Akta akuza federale përmendet edhe 10 viktima, disa të mitura në kohën e krimeve dhe një skemë vazhdueshme kriminale. Por çfarë ndodhi me Jeffrey Epstein në burg? U vra apo u vetvra? Mëngjesin e datës 10 gusht 2019, para se hetimet të përfundonin dhe çështja të shkonte në gjyq dhe para se viktimat të përballeshin me të në sallën e gjyqit, Epstein u gjeti vdekur në qelinë e tij të burgut federal në Manhattan. Autoritetet thanë se ai u gjeti pa jetë në qelinë e tij në qendrën metropolitane të paraburgimit në Manhattan, një nga burgjet federale më të sigurta në SBA. Autoritetet njoftuan se ai ishte gjetur i varur në shtratën e qelisë dhe pak orë më vonë vdekja u shpall zyrtarisht si vetvrasje. Por që në orët e para, versioni zyrtar u vënë seriozisht në dyshim, pasi Epstein ishte vendosur në mbikëqyrje speciale për rrezik vetvrasje, por kjo mas ishte hequr vetëm disa ditë më parë. Natën e vdekjes, ai nuk ishte shok qelie, ndonse rregullat e burgut parashikon të kundërtën për të burgosurit me rrezik të lartë. Rojet e burgut nuk kryen kontrollet e detyrueshme për çdo 30 minuta siç kërkonte protokolli. U zbulua se 2 rojet përgjegjës për sektorin kishin fjetur dhe kishin falsifikuar regjistrat e kontrollit. Nga ana tjetër, kamerat e sigurisë që mbulonin korridorin përpara qelisë së Epstein nuk funksiononin në momentin kritik, ose thënë ndryshe, nuk kishin regjistruar për disa sekonda se kush hyri kush doli nga ajo qeli, që mendohet që ka qenë edhe koha kur ai ka ndruar jetë. Pra kjo është pika më e errët, pasi më vonë u thanë se kopjet të rezervë të pamjeve të burgut federal ishin dëmtuar ose mungonin. Kjo krijoi bindje publike se një dështim kaq i madh teknik në një burg federal është jashtë normales. Por këto dështime u shkarkua drejtori i burgut, 2 rojet u proceduan penalisht, por më vonë u pushua hetimin ndaj tyre dhe me marrëveshje dhe Departamenti i Drejtësisë pranoi zyrtarisht se kishte pasur dështime serioze procedurale në atë institucion federal. Veç këtyre dhe raportet mjekëligjore u kontestuan, pasi autopsia zyrtare shpalli vdekjen si vetvrasje. Nga ana tjetër, patologët të pavarur thanë se disa dëmtime në qafë nuk ishin të zakonshëm dhe nuk mund vinin si pasojë e vetvrasjes. Këto kundërshti u shqyrën me dyshimet se vërteta nuk ishte zbardhur plotësisht. Të gjitha këto që ditën e parë sollën reagime të mëdha. Politikanë nga të dy krahët kërkuan hetim të pavarur dhe transparencë totale. Mediat amerikane dhe ndërkombëtare folën për dështim historik të sistemit të drejtësisë. Publiku ngriti dyshime se Epstein nuk duhet të vdiste para se të fliste, për shkak të njohjeve të tij me figura të fuqishme. Konspiracionistët e rrjeteve sociale dhe medjave janë të bindur që Epstein është vrarë dhe nuk është vetvrarë. Por deri sot ende nuk kemi një raport që provon këto dyshime, edhe pse në një raport të burgut 2A para se Epstein të gjendet i vdekur, me 23 korrik të 2019-s rezulton se ka ndodhur një incident që Epstein e ka quajtur si tentim vrasje ndaj tij nga shoku i qelisë,
një person i dënuar për disa vrasje, ndërkohë burgu zyrtarisht ka thënë se ishte një tentim vetvrasje nga vetë Epstein. Dhe për këto e shumë arsye tjera, në pjesën e madhe të opinionit publik, më 10 gusht 2019 nuk është thjesht dita e një vetvrasje, por dita e një misteri që nuk u sqarua kurrë plotësisht. Kështu pra, me vdekjen e Jeffrey Epstein, ndjekja penale u mbyll, por paditë civile dhe hetimet ndaj bashkëpunëtore vazhduan, duke përfshirë edhe çështjen që çoi më pas në dënimin e bashkëjetuesës së tij, shtetas Ghislaine Maxwell me 20 vite burg, për akuzën e bashkëpunëtores në rekrutimet të vajzave të mitura për trafik shfrytëzimi seksual. Maxwell, sipas dosjes, ka qenë bashkëjetuesja e pedofilit dhe personi që gjente vajza dhe i paguante ata. Me të asnjëherë nuk ishte firmosur ndonjë dokument martese. Por pse është rikthyer përsëri në qendër të vëmendjes dosja e Jeffrey Epstein? Gjithçka ka nisur gjatë fushatës elektorale të presidentit Trump për mandatin e dytë, kur mbështetësit e tij të njohur si MAGA dhe personazhe të njohur të podcasteve të ndryshme në krahun konservator si Tucker Carlson, Joe Rogan apo drejtori i FBI sot, i cili dha dorëheqje, Dan Bongino, dikur drejtuesi një podcasti të famshëm e shumë të tjerë, bënin thirrje që me ardhmën e presidentit Trump në shtëpinë e bardhë të zbardhet vetvrasja e Epsteinit dhe të publikohet e gjithë dosja e tij penale, me të vetmin qëllim që publiku të mësojë se kush kryente marrëdhënie me fëmijët së bashku me Epstein dhe kush ishin personat që merrnin pjesë në festat e tij private. Pasi konspiracionistët dhe një pjesë e konservatorëve të podcasteve të ndryshme apo rrjeteve sociale pretendonin se FBI ka sekustruar një listë të zezë të Jeffrey Epstein, ku ndodhen emrat të shkruar të shumë personave, të cilat ai festonte dhe abuzonte me vajza nën moshë. Në mesin e këtyre personave që ishin pjesë e festimeve private, shpesh këto zëra rëndisnin ish presidentin Bill Clinton dhe një pjesë të madhe të politikës që vinin nga demokratët. Të nxitur nga ky presion publik, konspiracionistët të ndryshëm, këto media, të cilat pretendonin se ekzistonte në listë personave që abuzonin me fëmijë në moshë, kërkuan që të çdo takim të presidentit Trump që ta publikojë këtë listë dhe të marrë shtëpia e bardhë me bërjen transparente të kësaj dosjes. Mes këtyre personave që pretendonte se kjo listë ekzistonte, ishte ose dhe është edhe vetë zëvendës presidenti sot J.D. Vance apo drejtori i FBI-s Kash Patel. Për t'i kënaqur ndjekësit e tyre gjatë fushatës elektorale, edhe presidenti Trump premtoi se do të publikonte çdo gjë që ka të bëjë me emrin Epstein. Por ky qëndrim ndryshoi shumë shpejt me ardhmën e pushtetit të administratës Trump. Prokurori i përgjithshëm, edhe pse pranoi se ekzistonte kjo listë, tha se kishte në tavolinë dhe po e shërtonte. 2 ditë më pas doli dhe mohoi se ekzistonte një ditar i tillë, apo listë e zezë me emra të personazheve të njohur publik në SBA. Ky mohim shkaktoi reagime të forta mes konservatorëve dhe mbështetësve të MAGA-s. Nga ana tjetër, demokratët nuk kishin kërkuar kurrë publikimin e dosjes Epstein, si në kohën e presidentit Clinton, Obama edhe Biden. Por duke qenë se administrata Trump po refuzonte të publikonte këto materiale të papritur, demokratët filluan të këmbgulnin që këto materiale që ndodhin në dosjen e FBI-s dhe Departamentit të Drejtësisë të publikohen. Për këtë kërkesë ata krijuan një komision në Kongres, duke hapur një hetim dhe dëgjuar dëshmitë e viktimave të abuzimit seksual nga Epstein dhe miqtë e tij. Gjithashtu edhe organizata të ndryshme u drejtuan gjykatave duke kërkuar që urdhërohet publikimi të gjitha dosjes Epstein. Përballë këtij presioni publik, kongresmenët dhe ata republikan kaluan në votim dhe miratuan një rezolutë që hyri në fuqi për publikimin e gjithë dosjeve hetimore të pedofilit Epstein, por të redaktohen vetëm viktimat që të mos dëmtohen. Pas miratimit të këtij ligji, Departamenti i Drejtësisë ka disa ditë që ka vazhduar publikimin e qindra mirë dosjeve materiale shkresore, emaile, letra, dokumenta të ndryshme, prova dhe shumë foto të ndryshme të sekuestruara në pronat e pedofilit Epstein. Po çfarë është publikuar nga kjo dosja Epstein ditët e fundit dhe pse po shkakton kjo tronditje të publikut e të politikës amerikane? Pra, Departamenti i Drejtësisë i SBA-s dhe gjykatat federale kanë publikuar një sasi të madhe materialesh nga dosja Jeffrey Epstein, duke kthyer në vëmendje një nga skandalet më të errëta të dekadave të fundit në SBA, në lidhje me përgjegjësitë institucionale dhe rolin e elitave në manipulimin e autoriteteve policore lokale, prokurorive lokale dhe atyre federale. Në publikimin e Departamentit të Drejtësisë janë qindra faqe dokumente, emaile, lista udhëtimesh, fotografi,
ku evidentohen kontakte dhe udhëtime dhe komunikime mes Epstein dhe figurave të njohur të politikës, biznesit dhe botës së famshme. Mes emrave të përmendur në dokumenta apo foto arkivuare janë aq shumë sa që kanë shkaktuar shumë reagime në opinionin publik. Janë fotot e presidentit amerikan Donald Trump, ish presidentit Bill Clinton, figura globale të biznesit, Bill Gates, aristokrat si princi anglis, këngëtar i të ndjerit Michael Jackson, financier, aktor të famshëm dhe personalitetet të tjera ndërkombëtare. Ajo çfarë deri tani Departamenti i Drejtësisë ka theksuar disa herë është fakti se përmendja e emrave dhe publikimi i fotove të ndryshme nuk përbën akuzë penale, por kjo ka irrituar një pjesë të shoqërisë, të cilët kanë lëshuar lum akuzash dhe kërkuar ndjekje penale për gjithë ata që shfaqen në foto, dokumenta apo shkresa. Fotot që më shumë kanë shkaktuar zhurmë janë fotot që po shikoni të ish presidentit Clinton, që janë të shumta, si në pishinë, në shoqërimin e vajzave të reja, duke bërë masazh, udhëtime në avion, shumë takime të ndryshme. Foto janë të shumt, në mesin e tyre është kjo që duken vajzat e reja të moshës 14 dhe 17 vjeçare, fotot në dhomën e rezidencës së Epstein e shumë festa të përbashkëta. Vetë ish presidenti Clinton ka reaguar për këto publikime duke shprehur indignatën se janë selektive nga Departamenti i Drejtësisë. Dhe saj kishte ndërprerë marrëdhëniet me pedofilin Epstein që në vitin 2005, kur dolen akuzat në publik. Por ai ironizon faktin se disa persona, duke referuar presidentit aktual Trump, e kanë vazhduar marrëdhënien me pedofilin Epstein edhe pas këtyre denoncimeve të vitit 2005. Debatave, akuza e reagimeve në media nuk i janë shpëtuar as fotografitë e presidentit Donald Trump, që nuk janë të pakta. Në shumë prej tyre është i shoqëruar me pedofilin Epstein ndër vite. Foto me vajza të reja, disa prej tyre që kanë denoncuar Jeffrey Epstein për abuzim seksual, të cilat po i shikoni. Apo dhe takime në evente të ndryshme ku nuk mungon edhe Melania Trump, sot bashkëshortja e presidentit, siç duket në këtë foto, dikur një modele. Fotot janë ndër viteve të ndryshme, të viteve 90 deri vonë, të festa publike e private, me vajza të reja dhe që mendohet se edhe presidenti Trump ka abuzuar me këto fëmijë, por nuk ka të dhëna zyrtare deri tani, thjesht dyshime të ngritur nga e majta në SBA dhe grupe ekstremi të majt, por asgjë të provuar. Për presidentin Trump janë publikuar dhe disa emaile e letra të cilët kanë shkëmbyer me pedofilin Epstein e udhëtimet mes tyre gjatë viteve 90, por që Departamenti i Drejtësisë disa i ka cilësuar si jo të sakta. Ajo që ka shkaktuar debat të madh këtu është edhe fakti se Departamenti i Drejtësisë ka fshirë ose nuk i ka publikuar disa foto të presidentit Trump apo letra e emaile duke i censuruar, e kjo ka shkaktuar debate dhe akuza për fshehjen të vërtetës dhe favorizim të presidentit Trump nga Departamenti i Drejtësisë. Akuza që janë hedhur poshtë, por demokratët kanë publikuar këto letra që janë me të zezë të redaktuar dhe që mendohet se nuk janë vetëm viktimat e përshkrimeve, dëshmive të tyre, por edhe pjesë ku flasin me presidentin Trump. Edhe shumë prej vajzave të cilat janë abuzuar seksualisht dhe ligjvënës amerikan kanë kritikuar Departamentin e Drejtësisë për publikimin e pjesshëm ose të redaktuar të dokumenteve, duke i cilësuar ato si nën standardin e ligjit për transparencë, e të cilin e miratuan ata vetë. Ata kanë kërkuar që të bëhet publike gjërësisht e gjithë dosja e plot, ndërsa akuzojnë qeverinë se mund të fshehë informacione kyçe. E debatet vazhdojnë edhe sot, sidomos për disa foto ku shfaqeshin gra të reja me citate nga romani i Lolitës, të shkruar në trupin e materialet sekustruara nga rezidenca e Epstein. Këto imazhe u konsideruan tronditës dhe ngritën pyetje serioze mbi natyrën e rrjetit të abuzimit dhe simbolikën që përdorte Epstein. Fotot e pedofilit me lojra të ndryshme të fëmijëve me fëmijë në moshë duke i puthur apo ledhatuar e shumë foto të tjera të tija personale në momente të ndryshme, që janë të pështira. Në disa raste ka pas edhe akuza publike për Departamentin e Drejtësisë për manipulim të provave, pasi kanë publikuar në rastin konkret një video të rrejshëm fake për 12 sekondat e fundit të jetës së pedofilit Epstein në qeli. Pamje këto që tregonin momentet e vetvrasjes, por më pas kjo video u tërhoq nga Departamenti i Drejtësisë, pasi rezultoi se ishte një mashtrim dhe një montazh. Kjo ndezi një debat të madh mbi keqpërdorimin e politikës së dosjes Epstein dhe desinformimit nga administrata Trump. Publikimet kanë vazhduar duke publikuar fotot e pedofilit Epstein me këngëtarë të famshëm si Michael Jackson dhe ky një personazh kontradiktor dhe i dënuar për pedofili, fotot e tjera me emaile, letra me princin e Andriut të Anglisë, i cili tashmë ka humbur gjitha benefitet e familjes aristokrate për shkak të kësaj lidhje me pedofilin Epstein. Fotografi të shumta me miliarderin Bill Gates, i cili ka pranuar njojën dhe ka dënuar veprimet e Epsteinit,
por takimet e tij ka justifikuar si çështje biznesi. Në disa foto dhe emaile shfaqen gjithashtu edhe figura të botës së modës, artit, medias ndërkombëtare, përfshirë ish model, producent dhe persona të shoqërisë së lartë, të cilët frekuentonin rezidencat apo eventet e Epsteinit në New York, Palm Beach apo i shrullin e tij privat. Për shumicën e këtyre personave nuk ka akuzë penale. E përderisa debatet vazhdojnë, familjarë të viktimave dhe organizata për drejtat e njerëzit kërkojnë që fokusi të mbetet te drejtësia për viktimat, jo te lufta politike, te dëmshpërblimi këtyre viktimave, të cilat këto materiale e prova të rëndësishme të përdoren sot në paditë civile për viktimat. Gjithashtu grupe të caktuar dhe media të ndryshme kërkojnë edhe ndjekje penale ndaj gjithë këtyre bashkëpunëtorëve të pedofilit Epstein, të cilët kanë abuzuar me minoren, qofshin personalitetet të larta, publike, politike, ekonomike apo asnjëri nga këto. Ku disa juristë dhe organizata për drejtat e viktimave kanë kërkuar që dallimi mes kontaktit shoqëror dhe përfshirjes penale të bëhet i qartë për të shmangur gjyqjet publike pa prova. Nga ana tjetër, media amerikane theksojnë se publikimi i këtyre materialeve ka hapur debate të forta publike, jo vetëm për rolin e individëve të përmendur, por edhe për mënyrën se si institucionet amerikane kanë menaxhuar dosjen e Epstein për dekada, duke mos ndaluar aktivitetin e tij në kohë. Por fundimisht debatet do të vazhdojnë dhe dosja e Epstein mbetet një studim rasti mbi fuqinë, abuzimin dhe nevojën për transparencë me publikun. Miq, këtu i erdhi fundi këtij episodi e deri në episodin e radhës, mirëmbëjtje. Dhe mos harroni na ndiqni në YouTube duke bërë subscribe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram e TikTok. Si dhe për lajmet e fundit na lexoni në mashqip.com. Faleminderit.